Atëherë, urimet gjithve, hapja e urës së re për këmsor, kjo është ura e dytë si vjetë, pas urës për automjete, në këtë urën e re, e cila është edhe shumë e bukur, qytetarët do të mund të lëvizjen ndershëm në të dy prigjet e lumit Ibër, pra veriu në vi edhe masat u hoqën prej këtu nga ëmbëltoria Mesini në veri të Mitrovicës. Do të vazhdojmë te salla Minatori për tubimin e madh të hapjes së fushatës së vetëvendosjes Partisë Guzo, Partisë Alternativa dhe PSHDK-s për zgjedhjet e 28 dhjetorit, ku do të fitojë edhe më shumë kësaj radhe numrin 100.